Çdo ditë të jetës time, më mundon kjo pyetje, pse duhet ta vuaj unë gjithë këtë? Nuk po kërkoj mëshirë, po kërkoj vetëm të kuptohem. Ka ditë që zgjohem dhe ndihej sikur diçka më shtyp nga brenda, pa arsye, pa shpjegim. Si një peshë që nuk duket, por të vret çdo ditë. Pyes veten, çfarë i kam bërë kësaj bote? Pse sa herë që përpiqem të jem mirë, diçka më tërheq poshtë? Unë nuk jam njeri i keq. Nuk kam marrë bukën e askujt, nuk kam shkatruar jetën e askujt, dua vetëm të jetoj e qetë. Por ka njerëz që nuk e durojnë dot dritën e tjetrit, ka njerëz që buzëqeshin përballë dhe mbajnë brenda shumë urrejtje. E ndjej, nuk e shpik të gjë. E ndjej në ajër, në sytë që më shikojnë pa dashuri, në heshtjen që flet më shumë se fjalët. Ka momente që më duket sikur dikush po kërkon diçka kundër meje, sikur po përpiqet të më prish qetësinë, fatin, shpirtin tim. Dhe kjo është ajo që më dhem më shumë, jo frika, por pa drejtësia. Pse duhet ta vuaj unë mllefin e dikujt tjetër? Pse duhet të paguaj çmimin e zilisë së dikujt? Ka net që qaj në heshtje, jo sepse jam e dobët, por sepse jam lodhur duke qenë e fortë. Dhe nëse po e dëgjon këtë video, nëse ndonjëherë je ndjer i sulmuar pa arsye, nëse je ndjer sikur dikush po të do keq pa i bërë gjë, dije që nuk je vetëm, ndoshta e keqja më e madhe nuk është ajo që na bëjnë, por ajo që na detyrojnë të ndjejmë. Unë ende besoj që e mira del mbi të keqen, besoj që e vërteta nuk humbet dhe besoj që një ditë do të marr frym pa frikë. Dhe kjo dhimbje nuk shihet, ka dhimbje që nuk duke në trup, nuk janë plag, nuk janë sëmundje, janë dhimbje që i mban brenda dhe askush nuk i sheh. Unë jetoj me një të tillë. Çdo ditë pyes veten, pse po më ndodh mua, çfarë kam bërë gabim që të ndihem kaq e rënduar, kaq e trazuar, edhe kur përpiqem të jem mirë. Ka momente që gjithçka më shkon për mrekulli. Jeta më ecën, mundohem të punoj, nuk i bëj keq askujt, por sa herë që ngrihem pak më lart, diçka më tërheq poshtë. Nuk e shoh me sy, por e ndjej. Është një ndjesi e ftohtë që të futet në kraharor, një peshë që të shtrëngon zemrën pa arsye të dukshme, një lodhje që nuk largohet as me gjumë. Ka njerëz që hyjnë në shtëpinë time dhe unë nuk ndihem rehat. Jo sepse më kam bërë gjë, por sepse diçka brenda meje më thot se nuk ka paqe. I kam kapur duke parë rreth e rrotull, duke heshtur më shumë se ç'duhet, duke lëvizur gjëra pa arsye dhe unë ri dhe nuk flas. Sepse kush do ta kuptonte, dhimbja më e madhe nuk është frika, është ndjenja që dikush nuk e duron dot qetësinë time, që suksesi im i vogël, buzëqeshja ime, paqja ime janë bërë bar për dikë tjetër. Ka net që rizgjuar dhe mendoj, a është zilia kaq e fortë? A mundet urrejtja të rëndoj kaq shumë mbi një njeri? Unë nuk dua hakmarrje, nuk dua keq për askënd, dua vetëm qetësi. Por kur je i ndjeshëm, kur ndjen gjërat më thellë se të tjerët, çdo energji e keqe të godet dy fish. Ka ditë që qaj në heshtje, jo sepse jam e dobët, por sepse jam e lodhur, duke u mbrojtur nga diçka që nuk di si ta shpjegoj. Dhe kjo është dhimbja ime, të vuash për diçka që të tjerët nuk e shohin, por që për ty është shumë reale. Nëse po e dëgjon këtë tregim dhe ndjen një therrje në zemër, ndoshta edhe ti ke kaluar diçka të ngjashme. Je vetëm kaq, nuk je i çmendur, nuk je i dobët, je një njeri që ndjen dhe ndonjëherë kjo është bara më e rëndë.